Hajde, o çuna. Sandro, tani do futem. Do futem. Është jo na bashkia valla. Se mos futemi për ndalë, diskutojmë. Si do futesh? Me kryetar. Jo me dhun. Do futemi me drejtësi valla, jo me dhun. Është jo na bashkia valla. A paguhesh ta taksatora? Ti paguhesh ta taksatona valla. Jo, 10 minutë të preka me dorë. Po. Jo nuk më prek dot më me dorë. O Sandro. O zotëri, me çdo gjë këtu ore. Sa të prek do më prek me dorë, sepse nuk kam zënë asnjë lloj. Hapur e ke rrugën. Hapi korridor. Le të hapim rrugën e për të vajtur. Ne nuk po prekim mirë me dorë, as po shtyjmë mirë. O Sandri, do futemi për hapim rrugën. Nëse ka ndonjë brenda dalun i parë. Mos i dil në mbrojtje. Po do futemi se kemi drejt. O Sandri. Ne protestojmë sot, kemi disa pika, po pikat më kryesore janë këto. Dhënia e licencave, kemi ardhur disa herë në bashki, na është premtuar që nuk do jap 5-6, edhe kur kemi marrë vesh janë dhënë 30-40 licenca, ne na ka shtokuar shumë ky problem. Jemi drejt falimentimit. Nuk kam mundësi më që ne të dalim të punojmë, sepse në çdo 1 sekond ke taksi. Në çdo 1 sekond. Taksit e rretheve i ke të gjitha në qytetin e Sarandos. Nuk bie erë shtet, nuk merr masa policia. Absolutisht, asgjë. Policia bashkiake është vetëm për të ndodhur samare, edhe kone, edhe vija të verdha në për restorante dhe lokale, për interesat e tyre, jo për interesin e qytetarit. Po të jetë taksa paguesit që jemi ne nuk kemi ndështim. Problemi tjetër, terminali. Terminali duhet i shfutur në punë. Terminali ka mbaruar si terminal, u inaugurua dhe na zoti kryeministër, edhe tani kush lubon që mos të hapet terminali, ne nuk i kuptojmë këto gjëra. Autobuzat apo ndonjë tjetër që do të sabotoj, ne duam të hapet terminali sa më shpejt. Shkakton dëm për turistët këtu nuk i shërben ai autobusi del një orë në qytet. Ne na u kërkoi një ligj këtu për taksit me tha, kurse për autobuzat që kanë të 6 vjetës nuk kërkohet asnjë ligj. Përse? Ky diversim këtu tek neve. Atëherë, përshëndetje, ju falenderojmë edhe juve. Jemi mbledhur sot këtu për arsyen e dhënieve licencave pa limit. Kjo ka shkaktuar një problematik shumë të madhe. Dhe nga ana e trafikut, po dhe nga ana financiare. Pjesa tjetër është pjesa e parkimeve, që në një moment që jipen taksi pa limit dhe pa kufi, taksit dhe nuk kanë ku të parkojnë. Dhe e fundit, nuk e kuptoj ku i çojnë këta njerëz, sepse marrin kredina 30.000 euro që marrin një taksi elektrike, siç është edhe ligji, dhe
shpresojnë që këto 30.000 euro t'i nxjerrin kur. Dhe shkaktojnë këto problematika, si që keni dëgjuar dhe herët e tjera, që nuk ka punë, u zun, u ran, si që jipet nëpër televizorat dhe në media. Neve sot mendojmë se do merret një mas për problematikën tonë. Ju falenderoj. Shefi qarkullimit është. Po, hajde më tani është. Losandre, bëni detyrën vëlla, shpërreni hije vetëm titrin. Shpërreni hije tërti, bëni detyrën vëlla, dil atje. Po të dalsh, jo bitë taksit e rretheve. Taksit e rretheve, pse do punoj në Tiranë? Unë s'punoj dot në Tiranë. Pa ikën në Tiranë të ngrenë ajër bashkë Tiranë. O Sandri, që ta diskutojmë poshtë vëlla te salla. Po kemi ne Ta diskutojmë te salla. kemi ne pardon. Po Po jemi ne fajtor. Hajde jemi atje brenda. Ka këtu poshtë. Mos të na marrin vesh. Po piqemi në diell atje. Se nuk u interesat juaj në sonin. Ne nuk futemi porcelin, ne do futemi se na takon futemi. Nuk kemi arras me Ja po shefi qarkullimit ja as me fik, as me kaçarina as gjë. Se atë marrin masa. Ne nuk vim kot. Nuk Të funksionon gjithë dot nga familjarë, nuk janë njerëz të padëshurueshëm. Se po të ishin dashur, nuk me liçet nga bashkia e Saranës. Një ditë deli. Një ditë vetëm deli, kam njeriu nuk del. Po nuk doni. Doli vjet, nuk doli 2 vjet. Jo, Po nuk doni. na ka ndihmuar që mos ja zem Po hasha. mos e Në disa raste na ka ndihmuar. Po na ndihmuar. Jo, mos ta zem hasha, nëse kur e ze hasha. bëjmë tani pa I dhani shëndet Çfarë të bëjmë tani? Çfarë të bëjmë tani këto 3 muaj janë? atë. Po që duhet ta ndihmosh prapë mos Andri. Se s'kemi çfarë bëjmë. E kupton që Ore, ne do futemi poshtë, ne nuk vendosojmë zyra. Po mbem unë i pari, dënojmë unë i pari, nëse unë. arrin taksia në qeshor edhe bën Po 60 preka një lekë. xham, unë dënojmë unë i pari. Unë kam punë Të Tiranës. Vuaj vetëm zyrë tjetër, s'kam punë me këta. Mund të shkoj, kam punë tjetër. Ashtu. Ne nuk prekim asnjë socion, asnjë xham asgjë. Ne do futemi si njerëz të arrijmë për karrige. Të vi socioni i bashkisë, kryetari i bashkisë, nën kryetare këta, edhe ky zotëria që është drejtori i policisë bashkiake vi. Në kërkesën që i keni drejtuar komisariatit të policisë, thoni para bashkisë. Dakor? Po para bashkisë, Po. po të vini socionet të na të dëgjoni zërin. Të vinë të dëgjoni zërin, sepse ky nuk i ka dhënë ky licenca, i ka dhënë ai licenca, ne duam me atë, ne s'kemi problem. Ne kemi tjetër probleme këte. Që mund jetë i zgjidhshëm dhe është i zgjidhshëm për mendimin tim. Po mirë, ma edhe mi 4 veta, mos edhe njerëz me Jo, po tani, ora na duan ç'do bëjmë? Jo, valla, këto bëjmë katër. Duan vetëm të gjithë valla. Këta duan të gjithë tani. Ose ne vërtet jemi të zgjedhur, por jemi zgjedhur nga këta. Çdo ti, çfarë ti me ti të sekretari? Po ik ti mo ja. Edhe u të marr informacion aty ashtu të sekretari, të gjithë sekretari për namullah. Hajde, të Po gjithë. ka momente që nuk lejon shteti si do. Si s'do jam, të gjithë. Ne do vëmë takojmë me sekretarin, si. Çfarë do shtyhemi me çunat tani? Nuk shtjeme çfarë do vëmë për tani. Ore, vemi 4 veta lart. Ju çfarë do vëmë katër? Ne do futemi. Vemi 4 veta. Vjen ai poshtë. Ore, po ne do futemi brenda tani. Se nuk ka kuptim kjo. U futen 5 peshkatarë, ne jemi këtu 200 familjar taksi, mos futemi, po do futemi brenda ne. Po në qese e thyem ndaj diçka, po i pari do vetë unë brenda. Një nga ta shokët po gjebri në incident, po nuk më njeri, s'kemi arë për incident. Ju lutemi, ne do ulemi atë poshtë. Atje poshtë, po duam vinë asjanë në asjanë. Çfarë arsye ka që nuk ta lejmë brenda? Çfarë arsye? Pse? Ta është i popullit. Po mirë, asaj pastaj. Se salla. Se salla poshtë. Kemi bëjmë lëvë. Po mirë, ne duam të bëjmë një takim me kryetarin. 5. Po, jo më i kallzon Spaku. Spaku që i dëgjon këto, i kallzoj. Spaku, po ç'është mua betore, po po ç'a bëni ju më? Por su vjen turp valla. Unë jam i për bukë të gojës valla. Unë falimentoj ai zotria. Ai zotri o Sandri. Ne do futemi brenda. As ti mos më prek. Dëgjoj këtu. Unë vetëm brenda unë. O shefi kush është këtu? Valla na falimentoj ai Kjo zotria. zyrë është të gjithëve, nuk është zyra as e E kia. kupton apo jo? Na falimentoj ne që jemi dhe falimentoj dhe këta të rinj që i morin në qaf. Se të gjithë morën me kredi. Na falimentoj ai. Por ata do marrin vetëm po. Ata, e din njerëzit do bëjnë na 30.000 euro na 40.000 euro me taksi mor. Na falimentoj, jemi të gjithë familjar këtu valla. Merr familjarë dhe fut taksi mor, ç'bën? Ç'a bën?
ç'a bën ai kështu? Formalitetin në punë maksimum. Betohet ai. Parkim, zero. U kemi rënë në qaf, policisë shtetit u kemi rënë në qaf, policisë qarkullimit u kemi rënë në qaf. Nuk ka termos më. Se na njohën edhe i njohëm. Edhe vinë vërdall. Mos të rinë këtu se jemi nga 6 vjetë sa vjerë bura. Nuk ka lezet të rinë nuk janë nani si kalim të në. Ne po të ndem të sala të vinë ata zotrin të nas qarojnë. Si që na kanë sqaruar? Ne do ulem poshtë Sandro, mora mbaj këtu kem, se do përgjatuar më keq kjo. Por ne do futemi brenda më. O Sandri, do futemi, mirë më dëgjoj. Jo, një sekondë. Do të qelloj me vezë. O, kini kështu do të qelloj me vezë, ja t'ua them hapur. Po i mos të bëjmë këto se është turp. Po është turp, po them, o qelloj me vezë, o vlla. Po do qelloj me vezë, se më ka vajtur këtu. Jo, po do qelloj me vezë, ore, me vezë do qelloj me miell, me një gjë që është e pa dëmshme për të vrarë që unë do vetëm në burr. Sepse ai zotria është betuar te djali. Ai do me thënë vetëm burr, nuk është ai. Ai vetëm burr, betohet të më vdes, çat tharan e parë. Të më vdes djali tha nuk jam asnjë licencë. 40 licencë apo të botës. Ja, hapur rrugë, hapur. Hapur rrugë. Po jo zonja. Hajde o çuna. O Sandro, tani do futem. Do futem. Ne do futem. Ule dorë me mua. Bashkia është e qytetarëve, valla, është e qytetarëve bashkia. Është e jona bashkia, valla. Se mos futemi brenda, diskutojmë. Me kryetar, me kryetar. Jo me dhun. Do futemi me drejtësi, valla, jo me dhun. Është e jona bashkia, valla. A paguhesh ta taksatona? Ti paguhesh ta taksatona, valla. Jo, 10, 12 minutë të preka me dorë. Po. Jo nuk më prek dot më me dorë. O Sandro, O zotri, me çdo gjë këtu ore. S'ka të prek të më prekësh me dorë, sepse nuk kam zënë asnjë lloj. Hapur e ke rrugën. hapi korridorin. Vetë hapëm rrugën e për të vajtur. Ne nuk po prekim me dorë, as po shtyjmë njerëz. O Sandri, ne do futemi brenda. hapëm rrugën. Nëse ka ndonjë brenda dalun i parë. Mos i dil në mbrojtje. Po do futemi se kemi të drejtë. O Sandri, nuk po zëm jemi dorë, as po zotrin si prek, dil në mbrojtje. po i prek. E ka mbushur kupën ai lam. Krijetari. E ka mbushur zotri, mos i dil në krah atij. Kaq po të them. Mos i dil se ti e merr bukën e çon në shtëpi, kurse neve këtu jemi bër për, domethënë për të mbyllur gjithë makinat këtu dhe ti. Mund të hapi një korridor tjetër. Nuk hapni derën se Jemi tërë tur. Gjuna. Jemi do futem ne. Na keni këta ndesur për gjuna Po çfarë bën ju? Ne jemi të vobë. Ore patjetër, ja ku janë thënë, Sandri është, shefi i qarkullimit është, edhe kryetari më nën kryetari. Edhe ta diskutojmë. Të merrem Ne andaj po them tani, hajde ulemi atje po. Hajde ulemi atje. Ne nuk do Hajde ulemi atje. Ne të vjen 10 veta. Se përgojoni o Sandri, po përgojoni o. Po ti mirë. Ne nuk po bëjmë boks. Jo. Hajde ulemi boks. Do bëjmë një gjë Institucioni është joni, valla, a paguhet taksa? Dhe ti paguhesh ta taksa tona. Është joni institucioni. Nuk është joni, ti sot je nesër ikën. E kupton? Tani, se sa le të diskutojmë neve. O Sandri, më gjë. 4 apo 5 apo 10, taksi çfarë lidhje të ka? vjetër, të futemi poshtë, të na dëgjoni ju alle tonë problemet tona. Po janë dakord. Kaloj 10 veta, atë sqarojmë dhe ju të mbani ato konsultoria dhe ne po kemi konsultuar me Ne nuk përdorim forcë, as policë. Jeni duke na shtipur. Po se kur një orë sa. Ore, mund ta marr policinë, nëse bëjmë një incident, si jemi ne ta marrim, të na çojmë Nuk kanë dalë njëherë në teren, shikojnë si funksionojnë taksit e qytetit. Asnjëri s'ka dalë asnjëherë. Vinë taksit përdallë 4 orë se janë elektrike dhe asnjëra as ngarkon. Dhe jep licenca pa limit. Jep licenca Po të dalin në teren mos. Të dalin në teren. Shikoj. Parkimi.
Kush parkim? Nuk ka dalë asnjëherë as institucion në teren të shikoj se si kryet debitaria e taksisë. Janë makinat elektrike këto të reja që kanë marrë, vinë gjithë ditën vërdallë në qytet dhe bëjnë xhirokop, duke i shkaktuar dëm dhe qytetit me trafikun dhe policisë qarkullimit. Kjo ka ndodhur. Ate që kërkojmë ne të pushoj dhënia e licencave. Do shtëpi nga 10 taksi të japi digji parkim olla. Ti japi nga 10 copë. Marrë një 10 vet. Nga 10 copë ti japi digji parkim olla. Ti digji parkim olla, tash valli qyteti Sarandës, qytet taksie. Një familje 3 veta 3. Do vend tabela qyteti taksi. Ti japi nga 10 copë në familje. Ti japi në kulishave të vegjël, po ti gjej vend ku ti futi. Le ti japi olla. Ti japi. Ti japi sa të doj olla, 1 milion olla, sa po ti japi të sjellë tira. Ti ku të gjej vet olla, ta gjej. E bëri. Hajde që Tirana na bëti. Ta gjej, do ka problem olla le ti. Na Tirana tona, na taksi e Tiranës punojnë këtu në Çdo fugon i mundshëm, çdo makinë e mundshme. 9 me punë me taksi, vetë në kredit 30.000 euro të marr makinë të rreth se më të tiroj këtij. Vetë marr kredit sot. Edhe kur do ta lash atë. 42 jam. Ai. Për 2-3 vjet në bank shefi, vetë marr fatura. Për 2-3 vjet do jetë 15 taksistë të varur këtu, në kredit. Për 2-3 vjet. Po. Të varur. Do t'i gjesh të varur se ai do ta tiroj sekretari bashkisë. More vesh mora. Ktu do jemi. Se kollaj ku shqyem mbythën bëra 70 dhe bëra 80 dhe bëra 60. Unë e serdhe me të gjithë, se po të kishim ardhur gjithë. Po janë 300 taksi. Po e forca në Tiranë. 20. Sa do bëjnë 10 policë me 300 veta? Po ne nuk jemi në fare të atë kategori. Pse për shembull? Kjo është e jona valla. Telo dhe na E kemi votuar të zotërinë dhe ta zotërinë e kemi apo gangsterë. Dyert e bashkisë do jenë hap. Po i shikoj vetëm mbyll. Ti te punë kemi humbur ne pas këtyre. Qarta në zyrë qarta dhe më vdesi komitë. Janë i vetëm tha, nuk jap licencë. Po tha burrërisht ta. Da 5 fëmijë ata, të bëjnë një burr, qytetar bashkie të bëjnë 5 fëmijë. Jo, le. Po dhe ne fëmijë kemi. Mimo dakord, ai ta Ne nuk bëjmë ato. Ka zot kala. Do ne mi. kuptoj këtë mbyllje. Ni e brenda, 2 vetor letori. Po 12 tetor është e kanë ulë. Po letëri Faleminderit që keni vërtet. Sot nesër ti Dëgjoj. Të bëjnë njëri brenda para disiplinë protestë. O çuna, kush ka? Vi më nani dy kolinë vezë aty. Jo, më duar vetë, më duar. Po këtë do të Po nuk kemi punë xhama, nuk do të Po kemi vetë. Elektrike, i dënë me elektrike dhe qoni valla, mos i të përni gjumdeni për në 3 gjithë 4 ditë. Po minjate, po zjeni me një tjeti si qënë. Po rrihen. Po rrihen. O leva, se jam unë atjeti vetë zotit e zra, leva, sha njëri, unë sha tjetëri. Leva, se do rrihen ka ta kokën ta që në bushën qeka. Jo vem për të ngrejnë kokën tona ta, se këtë kjo... Ka janë të lishenca. Qytetarëve. Prico mblidhen prapa ata, Samili, dhe ata s'ka visa, do marrin me këta. Të arrit do vitë taksigjime të rritjanin për puna të. Por me shkatuar.